16 ditë larg datës së zgjedhjeve, fushata elektorale e Partisë Demokratike është rrësisht e vakët. Për ta konstatuar, nuk të duhet të lodhesh fort, as të ndjekësh takimet në terren, në Vlorë apo në fshatrat e largët. Mjafton t'i hedhësh një sy fushatës virtuale në Facebook. Por aty situata duket edhe më e vakët, as pak çudi në fakt, pasi kandidatët janë pak frymëzues, larg, shumë larg figurës së liderit apo fituesit. Veç ndjekësve të pakët, ku shpesh numri i lajkeve shtohet si për gjuna nga strukturat e antarëve të saj, komentet negative nuk mungojnë. Ato lidhen shpesh me mungesën e vizionit të bërit fushat, mos konsultimin me strukturat të cilat njohin terrenin dhe qasjen drejt qytetarëve, që prej shpalljes zyrtare të emrave të kandidatëve, këta të fundit ikën nga selia. Në fakt, nuk erdhën kurrë aty, e për më tepër ndërtuan njësitë e tyre paralele me strukturat, shtabi kandidatit, thënë artistikisht, por as kjo lëvizje strategjikisht e gabuar nuk i ndihmoi të rifitonin terren. I je shumë brapa, të duhet takim me elektoratin. Të tjerë shkojnë edhe më tej. Ata e pyesin kryesuesin e listës së Partisë Demokratike në Vlorë, nëse u apaguan siguracionet punonjësve të kompanisë së tij. A u ka rritur rrogën?